Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video. Sot do të jetë një video shumë e bukur, ndryshe nga videot e tjera. Unë her pas here këtu në YouTube ose edhe në Instagramin tim, e Jonavis Posh Vlogs, marr nisma për të bërë sadopak njerëz të lumtur. Ne nuk mund të bëjmë gjëra shumë të mëdha se dhe unë nuk i kam mundësit super të mëdha, por më sa ka mundësi unë, gjithashtu edhe ju që më jeni bashkuar dhe ju falenderoj pafund, jam munduar të bëj diçka sado e vogël të jetë në mënyrë që të ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë dhe sidomos këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Më janë bashkuar shumë nga ju në Instagram, ju falenderoj me zemër. Kemi ndihmuar shumë mama me rroba fëmijësh, me ushqime dhe sinqerisht ndihem kaq mirë. Jam shumë e emocionuar. Sepse pikërisht po flisja për familjen që do ndihmoj sot. Është një familje prej 5 anëtarësh, ku pjesëtari më i vogël është 1 vjeç. Nga biseda që bëra në Instagram me një pjesëtar nga kjo familje, kur e pyeta për numrin e bebelinave të bebit 1 vjeç, më tha që nuk i vëm bebelina se s'kemi mundësi dhe i vëm qese. Do me tha nuk e di, unë jam në një periudhë që jam dhe shumë e ndjeshme, por edhe po mos isha në këtë situatë që ndodhem, sërish do të isha shumë e ndjeshme dhe kam qenë gjithmonë në situata të tilla kur kushtet bazike nuk janë. Kështu që dua të falenderoj sot përzemërsisht një nga vajzat që më është bashkuar, e cila do të jetë anonim, i fillon emri me N. Të përshëndes e dashur që më e bashkuar jo vetëm sot, por gjithmonë në shumë situata të tjera. Edhe je njeri i veçantë dhe të uroj gjithë të mirat. Sot pra do të ble ushqime nga personi që i fillon emri me shkronjën E dhe nga unë. Pra, kjo pako që do shkoj për këtë familje me ushqime do të jetë nga ne të dyja. Do mundohem të marr sa më shumë produkte. Më pas do rikthehem këtu që t'ja tregoj çfarë kam marr, por po ju marr pak dhe me vete në supermarket. Ikim për të bërë gjërat vogla por me dashuri të madhe. Ndërkohë që jam duke ikur në supermarket, dua t'ju them që këto video unë i bëj jo për të treguar se çfarë po bëj, për të dukur, por mbase për të sensibilizuar edhe njerëz të tjerë që kanë influencë, për t'i treguar këto gjëra të mira që bëjmë, sepse duke mos i treguar, mbase nuk do inspirojmë dhe të tjerët. Kështu që nuk duhet të merret për keq, unë familjen nuk do ta tregoj me fytyrë, sepse normalisht duhet ta lëm anonim dhe të respektojmë privatësinë, por do t'ja tregoj kur t'i çojmë ushqimet, të tregojmë pak gjendjen atje mbase, kështu që të tregojmë veprat e mira, sepse vetëm duke i treguar bëhemi dhe shembull për të tjerët. Ikim. Si fillim do ta nisim me sheqer, me miell, pastaj do vazhdojmë me makarona, me oriz. Kam marrë ja 2 pije, ndërkohë do ikim të marrim tani edhe bebelinat. Bebi është rreth 8 kg. Ka shumë llojshmëri, por mendoj që do shkoj me këto baby lino sepse ja kam marrë dhe unë këto kohë dhe janë goxha të mira. Kështu që 8 deri në 13 kg janë këto. Janë 50 copë, të shikojmë mund të marrim 2 pako kështu ose mund të gjejmë një mega pack këtu, një paketin të madh. Gjeta paketimin me 73 copë, kështu që me shumë siguri do marr këtë. Me që i morëm bebelinat Babylino, po i marr edhe këto letrat e lagura për babyn. Dolën 2 kuti dhe pak më vonë do t'ju tregoj se çfarë kemi marr. Ja ku jemi, gati për t'ju treguar pak çfarë ushqimesh ka marr dhe gjithashtu më vonë t'i çojmë bashk. Kemi bebelinat, ka marr shumë makarona, pra janë këto jufkat edhe shumë tipe të tjera makaronash, që nuk do t'ja tregoj të gjitha në video, por thjesht do t'ja u them pak që ta keni dhe ju idenë. Kemi vezë, janë këto pakot e mëdha me 15 copë. Nuk mund të merja më shumë sepse normalisht ka një datë skadenca. Ka marr makarona për bebin që është 1 vjeç, gjithashtu kam edhe të tjera mund të jenë te kutia tjetër. Nuk po i nxjerr të gjitha sa pako janë, ka marr shumë pako të tilla, ka marr oriz, miell, sheqer, pra të gjitha ushqimet bazike që duhen në familje. Gjithashtu ka marr krip, kafe, detergjent për rrobat, i cili ishte dhe për të bardhat dhe për menqyr. Është smoothie për bebin me banane dhe me mollë. Janë bio dhe janë disa të tilla. Gjithashtu për bebin një paketim të madh me biskota. Vazhdojmë me kutinë tjetër, ndërkohë jam pak e lodhur sepse deri zgjodha. Kam atë merakun se rejnë e kam çuar për të parë në kopësh këto ditë, edhe merakun e rejt, ndërkohë flas me edukatoren. Dhe pakot janë shumë të rënda, por më rëndësi ka që po bëjmë diçka shumë të bukur për një familje. Kështu që vazhdojmë. Siç ju thash edhe pak më parë, do të tregoj vetëm nga një produkt, ndërkohë që janë disa të tilla
Që të mos marrë shumë kohë me video, me qenë se familja është prej 5 pjesëtarësh, ka marrë paketime të mëdha patatine, gjithashtu një paketim të madh me biskota, pastaj kemi kafe, më duket se ja u tregova edhe te video tjetër, pafund çokolata të shogetën, çokolata gjermane, të cilat janë me vanilje, mbase për prindrit e familjes, mbase edhe për fëmijët, sepse janë dhe 3 fëmijë. Është një paketim i madh qalpi. Ka marrë disa lëngje frutash me qershi, një tjetër ishte multivitamin, disa të tilla, gjithashtu shampo, salcice pule, të cilat gjalpi dhe salcicet janë disa produkte që duhet i çoj më njëherë sepse duhet vendosën në frigorifer. Majonez, miell, kemi disa pako të tilla. Siç u thash dhe nga pakua tjetër, ka marrë për babyn pra disa lloj nga këto plazmon që bëhen supë. Sërish për baby një smoothie, ju thash dhe në pakua tjetër që më është për ndarë edhe prandaj disa i kam këte disa ande. Gjithashtu morak të salcën italiane, kemi disa të tilla. Qumësh me 3.5% yndyrë, janë disa të tilla dhe këto. Përveç makaronave, miellit, orizit, e shumë produkteve të tjera, mendova të marrë dhe një seshte, duke qenë që të gjitha anvisat në shtëpi bëjmë pyrek, patjetër që një seshte janë ndihmon me hapjen e pejtëve. Disa lloje makaronash për të bërë dhe supë, klitharaqka. Pra, janë shumë produkte. Gjithashtu kam edhe një qese këtu. Kemi bukë, vaj 3 litrosh. Ka marrë këto paketime të mëdha, duke qenë që familja është e madhe. Dhe jo ato shishet me vaj që janë në paketime 1 litroshe. Dhe këtu paketime të tilla me rreth 3 cop letra të lagura për babyn. Këto dhe shumë produkte të tjera që mbas edhe nuk i thash sepse janë shumë. Janë gati për të shkuar tek familja, kështu që po ju marr tani me vete për t'i dorëzuar. Unë jam përpara shtëpisë, kështu që shkojmë bashkë tani. Nuk do xhiroj shumë aty, nuk do nxjerrte fytyrat ju thash, por do xhiroj pak momente dhe më pas do rikthehem sërish këtu. Ha, çka ka këtu? Dhe shikojmë bashkë. Hajde. Wow, çokolata. Merë dhe ti çokoladë. Çokoladën, ti jemi e vogli. Të pëlqen çokolata? Po? Sa vjeç je? 2, o sa i mirë. Tani gati për t'ikur në kopshti, sepse edukatori jam lajmëroi që duhet ta marrëj, sepse sot ndej një 4 orë dhe mashallah. S'më ke gjë tjetër, vetëm se t'ju falenderoj të gjithëve, ju pres në komente, komentoni çfarë të doni, ju lexoj gjithmonë, bëni një like në këtë video dhe mos harroni që ju dua shumë të gjithëve dhe mos harroni që të bësh mirë nuk të bën kur të keq. Bëni sa më shumë mirë, tregojeni dritën tuaj që të ndriçoni të tjerët. Ju dua.